Tezja e tij ka dërguar një letër në redaksinë e emisionit Me zemër të hapur. Kush është historia e këtij 7 vjeçari në një material i përgatitur nga gazetarja Odeta Duma. Na ndiqni. Edhe pse shpesh flitet për sëmundjen e autizmit, informacionet tek prindrit vazhdojnë të jenë të pakta dhe këto sjellin pasoja të mëdha tek fëmijët autik. Të shumta janë rastet kur prindrit izolojnë dhe ndajnë nga bota e jashtme fëmijën e tyre që vuan nga kjo sëmundje që ende shkenca nuk i ka zbuluar zanafillën. Alarmi i autizmit tek fëmijët po rritet edhe në vendin tonë. Autizmi është paaftësia zhvilluese në trurin e fëmijëve, e cila ndikon në komunikimin dhe në sjelljen e tyre. Është e vështirë që në fillim prindrit të pranojnë dhe të bashkëtojnë me sëmundjen e fëmijës së tyre. Madje shpesh, psikologëve ju duhet të nisin seancat pikërisht me prindrit për të kaluar më pas me terapin tek fëmijët. Po ka dhe nga ata prindër që sakrifikojnë gjithçka, vetëm e vetëm që fëmija e tyre të ndihet i barabartë në këtë shoqëri. Ndaj sot do të flasim për një 7 vjeçar autik, për jetën dhe problemet që has çdo ditë familja e tij. Tezja e këtij fëmije ka nisur një letër pranë redaksisë son, ku shfaq problemin e nipit të saj, Fatmir Zyberaj, i cili është në klasën e parë. Unë që po ju shkruaj këtë letër, jam Behare Kordhakaj dhe jam studente në Fakultetin e Shkencave Sociale. Arsyeja pse po ju shkruaj është sepse kam nevojë për ndihmën tuaj për të zgjidhur një problem që ka të bëjë me edukimin e nipit tim. Ky problem është i një fëmije 7 vjeçar, i quajtur Fatmir Zyberaj, banues në Prez. Fatmiri është autik dhe ka probleme me shisën e të folurit, pra ai nuk flet dot dhe kjo gjë e ka bërë atë pak hiperaktiv. Fatmiri është në klasë të parë në shkollën e fshatit Prez. Problemi qëndron se edhe pse është regjistruar në shkollë, ai nuk qëndron në klasë, por qëndron nëpër korridore të shkollës. Kjo gjë ndodh çdo ditë që ai shkon në shkollë. Gjatë një debati me mësuesin e tij, sepse Fatmiri nuk e mban në klasë, ai është shprehur. Fatmiri më thosë se do të shkojë në tualet për nevojat personale dhe nuk vjen më në klasë. Dalja e Fatmirit nga klasa është bërë shqetësim dhe për fëmijët e klasave të tjera. Rreziku është akoma më i madh, pasi një ditë gati sa nuk e kishte përplasur makina. Nisur nga situata e fëmijës, unë duke e njohur dhe nga afër gjendjen e djalit, i kërkova nënës së tij që t'i dërgoni një letër të gjithë institucioneve arsimore. Kjo letër i është dërguar këtyre institucioneve më datën 6 tetor 2014, por nuk na është kthyer asnjë përgjigje. Ju ndoshta po më thoni, po çfarë po kërkoj unë nga Ministria e Arsimit? Unë nuk po kërkoj asgjë që nuk është e shkruar në ligj, i cili thotë të gjithë fëmijët me autizëm kanë të drejtë të arsimohen në shkolla normale dhe Ministria e Arsimit ju siguron këtyre fëmijëve një mësues shtesë që të merret vetëm me fëmijën. Ju lutem, më ndihmoni që ky fëmijë të arsimohet në mënyrën e duhur. Miqtë e mirë, rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Nënën e 7 vjeçarit dhe tezën e cila inicioi dhe realizimin e emisionit Me zemër të hapur për ditën e sotme, e kemi të ftuar në këtë studio për të folur për këtë problematikë dhe apelin e drejt për drejt që ne do japim të gjitha institucioneve që kanë në dorë zgjidhjen e këtij problemi. Në fakt problemi është zgjidhur, po pse nuk zbatohet pikërisht nga mësuesi, i cili është edhe në kujdestari 7 vjeçari, i cili vuan nga autizmi dhe deklaron që nuk mund të përballet dot me një 7 vjeçar hiperaktiv, sepse edhe klasa ka nxënës të tjerë. Ne do ta diskutojmë sot në një përballje edhe me shkollën ku studion 7 vjeçari. Me mua në studio Jetmira, nëna e Fatmirit. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit Me zemër të hapur. Edhe Tezja Beharja, 20 vjeçaria jone, e cila studion në vitin e 2 në Fakultetin e Shkencave Sociale, dega punonjëse sociale, dhe që shkroi pikërisht letrën për redaksinë e emisionit tonë. Do flasim më gjerësisht. Faleminderit për prezencën tuaj në këtë studio. Përballë jush avokatja Rudina Gjoni, përshëndetje dashur, mirë se erdhe, dhe psikologja jone Angela Peza. Përshëndetje dashur. Zonja Jetmira, ne do fillojmë të tregojmë një historik të djalit tuaj 7 vjeçar përpara se dalim edhe tek problematika e tij. Kur e kuptuat që Fatmiri vuante nga çrregullimi i autizmit? 6 muajsh mosëmor.
musumur dhe ngeli pandjenja, e qova me urgjencë në spital. Dhe aty e shtruan 1-2-3 ditë, por nuk më dhan asnjë arsye për çfarë nga i erdhi fëmijës tim. Pas 3 ditësh dola nga spitali, fëmija ishte shumë mirë. Fëmija ishte 1 vit e gjysmë, përsëri musmu në të njëjtën mënyrë. Isha në makinë duke shku ke njerëz të mi, fëmija më ngeli pandjenja, sa rrita në shtëpi të njerëz të mi unë nuk theva dhe shkova në spital. Përsëri e shtruan fëmijën në spital, ishte shumë keq, ishte në një gjendje që deshe qua në radiacion. Fëmija tha nuk reagon tha për momentin. Por deshti Zoti dhe ai u zgjua nga aty rrita 1 javë në spital, po përsëri në dokumenta asë një rezultat nuk më nxorën nga i erdhi fëmijës tim. Që atëherë unë fillova të dishoj. Fëmija im filloi që mos të flasë. Veç duke më tregu me dorë, me kështu, kur i kërkoja diçka, për të folë asë një lafe. Pastaj unë ishte fëmija 3-4 vjeç, isha në autobus, të thëmë të vërtetën. Dhe një grua ishte veshur muslimane, me shami. Ajo më ndaloj, sa zbrita nga autobusi. Zoj, tha, më falë. Çfarë ka fëmija? Sepse e kuptoj që kishte diçka, se ai nuk rrinte me një vend në autobus. Thash, fëmija im nuk flet. Tha, merr diçka tha për fëmijën ti? Jo. I thashëm, në fakt, ishte e vërtet. Sepse të drejtën kishte dhe doktori që të tregonte që fëmija jot ka këtë diagnozë dhe ndiqje. Unë nuk e dija. Tha, fëmija jot është me autizëm, tha, dhe unë kam fëmijën tim, tha. E kuptova, tha, se kam fëmijën tim. Tha, po ti të shkosh te doktori jot, tha, dhe të kërkosh ndihmë për këtë fëmijë. Atëherë unë e kërkova. Shkova, e kërkova dhe ai më tha që do të shkosh, tha, të kërkosh te spitali i fëmijëve, kështu, më sqaroi ai. Pastaj më shqua në kombinat, që t'i boja terapi fëmijës. Ati nxorën në kemp me prapambetje fëmijën. E mora 3 vjetë këtë prapambetje. Por fëmija filloi, po ashtu veç duke bënë çdo ditë e më jashpër. Më jashpër, çdo gjë e bënte me agresiv, ishte shumë. Pastaj këtë herë e nxora prap. Mos i mbaroi, e çova në komision dhe doli ajo që nxorën tani me prapambetje grupit mesme dytë. Pastaj unë nga që ja u dha urdhën, e kam quar në Kobësht. E kam quar në Kobësht që 3 vjeç. Si ka qenë sjellja e Fatmirit, duke qenë se ju e pas keni quar në Kobësht që nga mosha 3 vjeçare? E kam quar në Kobësht që të moshën 3 vjeçare, fëmijën nuk e kam ndërprerë nga Çfarë flisnin edukatorët në lidhje me sjelljen e Fatmirit? Edukatorët më shumë e kanë bajt në veçantim nga fëmijët. Kur fuqin fëmijët... Pra në Kobësht nga mosha 3 vjeçare, deri në moshën 6 vjeçare... 6 vjeçare, unë fëmijën e kam quar në Kobësht dhe... Po, a i ka qëndruar veç grupit, thoni ju? Sa herë vinte quni madh nga... Një sekund, po? Nga shkolla, më thoshte quni, mami, Fatmirin, kur jep mësim edukatorja, Fatmiri Delirike, është një qirri mësus, salla e mësuse. Dhe jep lojra ati fëmijës, sepse Fatmiri nuk e lën që të mësojnë fëmijët e tjerë. Pra shqetësimi ka qenë që në Kopësht, Jetmira, apo jo? Do doja të të pyesja, këtë shqetësim që ju keni ende në shkollë, që mbartet që nga Kopështi, nuk e keni diskutuar me edukatorët? E kemi diskutuar. Në të gjitha grupe? E kemi diskutuar. Çfarë kanë thënë? Dhe ka thënë që ne nuk e përballojmë dot, sepse ke fëmija shumë i prapë. Po. Atëherë, unë do të thoja diçka për punën e Kopshtit. Fatmiri ka qenë në Kopësht që në moshën 3 vjeç deri në 6 vjeç, dhe në periudhën 5-6 vjeçare, domethënë parashkollor, ai ka pasur një problem, edhe ne si familje kemi pasur problem me kujdestarin, domethënë edukator, duke kërkuar ndihmë edhe nga Ministria e Arsimit, edhe është bërë problem në gjithë Ministrinë e Arsimit dhe gati sas nuk u përjashtua gati ajo drejtoresh, por me ndërhyrje pastaj u rikthye prapë përsëri në punë, po nuk e ndryshoi punën. Pra, problematika që ne po trajtojmë ditën e sotme pikërisht për shkollën nëntëvjeçare ku studion Fatmiri, është e mbartur që nga Kopshti, thonë. Që nga Kopshti, po, kemi bën problem. Një izolim në tru, edhe po ta shikosh nga vlerësimet që ka bërë punojëse sociale, psikologja, kjo haset në trurin e Fatmirit, sepse po ta kishte bërë një
si të themi, edukimi i duar në kopësht, ati nuk ishte bërë kjo prapambetje që ka tani. Në fakt, shikoj që jeni pak të paqarta, përsa i përket edhe diagnozës Fatmirit, thoni çrrekullim prapambetje dhe flasim edhe për autizëm. Kemi të bëjmë me autizëm apo me prapambetje? Sepse janë dy diagnoza krejt të ndryshme. Autizmi sjell prapambetje mendore. Patjetër që autizmi e sjell të prapambetje, por diagnoza e drejt për drejt është diagnostikuar Fatmiri si autik, fëmijë autik? Mjekët thonë që është fëmijë autik, por në atë të kempit e shkruajnë prapambetje mendore. Okej, do flasim me psikologen Angela Peza, që me sa duket është në të njëjtën linjë të komentit që unë sapo bëra, por gjithsesi le të mësojmë edhe historikun dhe problematikën që me sa duket daton dhe mbartet që nga kopshi, që nga mosha 3 vjeçare. Gjithsesi ju thoni që gjithmonë ka qenë i veçuar, është diskriminuar në një farë mënyre dhe asnjëherë ai nuk i ka marrë mësimet si gjithë bashkëmoshatarët. Kur ju shkonit në Kopësht dhe shpreheshit tek edukatorët, ato çfarë thoni në lidhje me mos prezencën e Fatmirit gjatë orëve të mësimit? Në Kopësht flasim. Se çdo ditë kam shkuar kur kam marrë në shkollë, sa herë kam shkuar më ka thonë, mos e bjerë ma, nuk mund ta përballoj dot, po. Në Kopësht. Sepse unë nuk kam veç fëmijën tënë, unë kam shumë fëmijë të tjerë. Gjithmonë këtë fjalë më thoshte, por një herë më acaroi dhe mua dhe unë u mërzita shumë, nga që më foli shumë keq sepse më folën dhe prindrit e fëmijëve të tjerë. Çfarë thanë prindrit? Se do flasim pak edhe për diskriminimin në ditën e sotme, përderisa edhe prindrit e tjerë janë bërë palë me edukatorët. Flasim për pjesën e Kopshtit dhe më pas tek shkolla. Po, erdhën prindrit në momentet atë të merrnin fëmijët e tyre. Dhe shif tha njëra mu drejtu fëmia im thash vrarë tha nga çuni jot. E ka shty, tha çuni jot është vrarë. Pastaj unë nga që një çdo nan që ka një fëmijë të tillë, mund ta kuptoj. Thash, pse fëmia ime ka shty? Thash sepse çuni jot do ta ketë ngacmuar, sepse fëmia ime unë e njoh fëmin tim. Po se ngacmove, nuk ngacmoj. Jo, tha, nuk e di, pastaj filloi edhe të qejt radio, kështu jo ashtu, jo, fëmia jot i shtyn fëmijët, gjithmonë atë ditë unë në fakt u mërzita shumë dhe erdha në shtëpi duke qarë dhe nga që kjo bën shkollën për unë ju qava kësaj, motrës time. Dhe kjo pastaj ngrejti këtë problem. Po, në fakt Beharja deklaron motra juaj Tezja e Fatmirit që ky problem është hasur që në Kopësht dhe në fakt Ministria e Arsimit atëherë ka dëshiruar edhe largimin nga drejtoresha e Kopshtit, ku shkonte Fatmiri, apo jo. Megjithatë, situata është zgjidhur dhe drejtoresha është rikthyer në detyrë. Si menduat gjatë kohës që tashmë ishte rritur Fatmiri dhe do linte fazën e Kopshtit dhe të parashkollorit dhe do shkonte në shkollë, që situata do zgjidhej, do doja nga momenti i regjistrimit, sepse ka kaluar 4 muaj, ka mbaruar dhe semestri parë dhe ju ka bërë pikërisht që edhe mos përgjigja e Ministrisë Arsimit, ju e keni dërguar që me datën 6 tetor, po thuaj se pak ditë ose 2-3 javë mbasi kishte filluar shkolla dhe ende ju nuk keni marrë një përgjigje nga ky institucion, apo jo? Nga Ministria e Arsimit në lidhje me zgjidhjen e këtij problemi. Ka mbaruar klasa e parë, deklaroni Beare dhe Fatmiri, ka mbaruar semestri parë dhe ju deklaroni që Fatmiri ka mbetur mbrapa me mësime. Atëherë, do të thoya diçka. Si ishte kalimi nga parashkollori në shkollë? Atëherë, para se të futej në klasë të parë, unë shkova tek shkolla për fëmijë autik, që është në Kino Studio, Luj Gurakuqi, dhe u interesova nëse mund ta dërgojmë fëmijën aty. Pse kërkove një shkollë të specializuar? Sepse nga Kopshti më vura re që nuk do kujdesejmë për fëmijën. Edhe shkova atje dhe i thash dua të regjistroj nipin, djalin aty. Tha, po mirë, tha, djali sa vjeç është? Dhe i thash 7. Tha, po ne kemi fëmijë, tha, 13 e lartë, tha, fëmija jotë është 7. Okej, thash, s'ka problem, edhe nga përgjigje e këtyre, thash, më mirë të regjistrohet në shkollë shtetërore normale. Po. Edhe nga periudha kur regjistruar javën e parë ishte mirë djali, edhe kishte mësuar disa shkronja. Do doja të dija në pjesën e regjistrimit në shkollë në klasën e parë, nuk e di këtë informacion në lidhje me mos zhvillimin, çrregullimin që Fatmiri ka, ju ja deklaruat drejtoresh edhe mësuesit që do merrte përsipër prezencën e Fatmirit në klasën e tij? Po, e ka ditur mirë fare situatën e djalit. Patët problem gjatë kohës së regjistrimit? Në një kundërshtim, ndonjë interesim nga ana e shkollës deri në ç'fazë? Ja.
vetëm kur është bërë si problem, ato kanë kërkuar vlerësimet e psikologëve. Pra, në momentin e parë nuk keni pasur, është regjistruar si një fëmijë normal dhe filloi shkollën. Procedurat normale, si digje. Por që ju ishte transparent me pjesën e shkollës, që ata kishin të bënin me një fëmijë autik. Thoni ju, që është autik se mund të ketë edhe pravambetje. Thash edhe njerë janë 2 diagnoza që nuk përputhen. Drejtoresha ka ditur që kur e kam regjistruar fëmijën në klasë të parë, se i kam qenë dokumentat, i kam thonë, shif, fëmija im ka këtë problem. A është të drejtë që të regjistrohet për klasë të parë këtu? Më ka thonë po, ka të drejtë të regjistrohet si të gjithë fëmijët. Pastaj kur ka fillu klasën e parë, atë ditën që ka fillu shkolla, unë kam shku të drejtoresha përsëri. Drejtoresha është më falë. Dua të bisedoj edhe një herë për atë fëmijën që kam regjistruar në klasë. Nuk dua të kem probleme me mësuesin siç kam pas me edukatore. Po. Dhe unë dua të merresh të gjitha përsipër ti marrësh ti si drejtoresh. Po, thamë. Tha nuk ke asnjë problem me mësuesin, për çdo gjë do bisedosh me mua. Kaq dhe unë u largova. Dhe fëmia filloi klasën e parë atë ditë, ishte javën e parë ishte mirë, sepse gjatë verës e kam quar në shkolla private, që mësoj diçka, sepse në Kobësh nuk kam mësuar asë një shkronjë, asë një numër. Do të ndalim këtu duke të kërkuar ndjesë gjithmonë jetë mirë, sepse ne do rikthehemi dhe si e ka përjetuar Fatmiri, djali yt ditën e parë të shkollës, dhe më pas problematikën që rodhi deri në transmetimin e emisionit të sotëm për të përballur edhe me drejtoreshën e shkollës, edhe me mësuesin e klasës së parë ku studion Fatmiri yt. Miqtë mi, do ndjekim pak publicitet, rikthehemi përsëri së bashku, na ndiqni. Miqtë mi, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, fjala shkon përsëri për nënën e 7 vjeçarit për përshkruar ditën e parë të shkollës. Si e priti Fatmiri vajtjen në shkollë? Arritët t'ja shpjegonit ndryshimin nga një stat në tjetër, nga kopshti në shkollë? Nuk kupton të shumë nga këto. Se mendo të gjithmonë sa është duke shkuar në Kobësht. Dhe kur fut në shkollë, unë nisë duke shkuar në klasën e Kopshtit. Në parashkollor. Jo në klasë të parë. Pra nga i që ishte mësuar mos të rri me një vend, nuk dinte të ule në bank, nuk rrinte. Unë duke e majtë qontë në dorë dhe duke e majtë me zërë. Kështu ishte dita parë e Fatmirit, që a i vajti në klasë nuk rrinte do të ullur në bankën e ti, dhe e keni shëqyruar juve atë ditë, apo jo? Atë ditë e kam shëqyruar. Si ishte komunikimi me mësuesin? Atë ditë ishte shumë mirë, sepse isha unë aty dhe kur unë isha duke folur, a i vesh dëgjonte. Dëgjon të se qëfar po i them, por nuk është se qëndron me një vend, e kuptan. Dhe dita 2 e 3 java parë e ditën në vazhdim? Pastaj ka shkuar me qunin e matë në ditën e ditë, sepse nuk doja që të shkoja. Kjo bë në mënyrë graduale, apo që ditën e 2 ju nuk keni qenë prezent? Kur kam shku vesh për ta marë. Për ta që ka shku me... Vetëm ditën e parë, e keni shëqyruar. Sepse komuna ka siguruar fugono dhe... Pa, edhe është fugoni që i qënë fëmijët. Dhe unë për të shkonte me fugon. Për ta marë, kam shku vetë. Sepse shumë here kam lënë që të vi me qunin e madhë, por e nga që është i prapë dhe nuk i ka frikë makinat. Ka lënë rrugën sa ne i këte. Dhe një dite ishte bon edhe problem, sepse kështë dalë në rrugë dhe kështë qenë duke shtyp gati një makinë. Po, është një incident që përmëndet edhe në letrën që na ka dërguar motra juaj. Kur unë shkova të marrë qunin, më thanë disa mësuese tjera, më falë, tha, nuk doa që të bëj, të shqetësoj, tha, për fëmijën tënd, tha, po ke fëmijë, tha, e kam qenë vetë prezent, tha, që të shtyp makina, tha, dhe... Jo mësuesi i Fatmirit, po mësueset e tjera, ju lajmuan se çfarë po ndodhte me Fatmirin. Duke sikur djali kishte dalë nga ora e mësimit dhe në rrugë. Jo, kishte dalë, kishte marrë. Që zakonisht Fatmiri e ka të zakonshme të dalin nga ora e mësimit, sepse në letrën që ju na dërguar, që në Kopësht, unë do doja të bëja dallimin midis Kopshtit edhe shkollës. Po flasim gjithmonë po në Kopësht dilte pa probleme, e kupton. Po se tani në shkollë e njëjta strategji po vazhdon edhe në shkollë. Mësuesi në takimet me prindër çfarë ju thot? I them, ulej në bankë, thot, unë jep të shkruaj, sa po dalë të shpjegoj një tjetër, ose është garavit, komplet faqen, ose e grisë. Sepse këtë ka, edhe unë kur bëjt e tirat në shpi, unë i rikë shumë, bi kokë, duke ja të regu me gisht, këtë numër, këtë shkrojnë, këtë numër, këtë shkrojnë, ndesa ti bëjt e tirat. Kursa i nuk e përbalon do të ri një orë aty mbi kokë dhe të lejë fëmijët e tjerë, se edhe ato nuk e zejnë faj mësuesit, sepse ka fëmijët e tjerë. Dhe ato në klasë parë janë 7 vjeçan, nuk janë kështë disa të mëdhej. Por, a i thot që unë e ullit të shkruaj, sa po unë të largohem, ki thot du të shkoj në tualet.
del në toalet duke marrë mësimin, me këtë ai nuk futet më në klasë. Ose shkon te klasa e çunit tjetër, ose del për jashtë. Kur dalë të ketë për ta marrë, ai ose është për jashtë, ose është te klasa tjetër. E kupton, nuk sapo ta fut mrena prap kërkon të dalë jashtë, sepse nuk qëndron dot ulur. Këtë shqetësim dhe këtë rrëfim që ju po bëni dhe për këtë të falenderoj ekskluzivisht në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, mbasi keni dërguar, thash edhe një herë që javën e parë të tetorit, edhe Ministrisë Arsimit të Sportit, Ministrisë Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, dhe ende nuk keni marrë një përgjigje nga këto institucione në lidhje me problematikën e djalit tuaj. Besoj se ky shqetësim është ngritur edhe gjatë takimeve me prindër, apo jo? Është një shqetësim që ju e keni shprehur ke drejtoresha e shkollës ku studion djali juaj dhe besoj se keni marrë edhe një takim më të gjerë midis drejtoreshës, prindërve dhe mësuesit i cili është përgjegjës, mësuesit ku është djali juaj. Çfarë flitet në gjithë këtë situatën, si do nxjidhet sepse ka kaluar semestri i parë dhe ju thoni që djali jo vetëm asnjë lloj përmirësimi në lidhje me gjendjen, në studimin. Kam kërkuar, i kam thënë te drejtoreshës, nëse unë po e kërkon edhe ju, sepse ky fëmijë ka nevojë për një psikolog, për një mësues, për një... Shkolla 9-vjeçare nuk ka psikolog? Jo. Shkolla 9-vjeçare në Prez nuk ka psikolog. Nuk keni kërkuar prezencën e një mësuesi të specializuar? Kam kërkuar, ka ardhur një herë psikologja, por nuk e kam ditur se cila... Mësuesi specializuar, se ju thoni që psikologë shkolla nuk ka, dhe nuk e di se si ka mundësi. Psikologja erdhi nga Vora. Psikologja e një shkolle 9-vjeçare në Vorë erdhi pikërisht në Pres. Një ditë. Shkolla 9-vjeçare në Pres. Mua më morën në telefon që nesër vin prap dhe duhet të paraqitesh vetë me dokumentat e fëmijës. Por gjatë këtyre 4 muajve vetëm një herë ka pasur takim me psikologen. Dhe çfarë tha psikologja? Por unë nuk e kam takuar. Nuk erdhi atë ditë kur shkoj. Kur shkova unë më thanë që nuk vin sot. Veç lenti dokumentat që këtë qunit dhe qa gjendja është fëmija, edhe shif... Fatmiri ka në një takim me psikologen në shkollës? Me këtë psikologe që ju thoni? Jo, nuk e ka takuar. Mësuesi më ka thonë që nuk e ka takuar. Mësuesi të ka deklaruar që psikologja nuk e ka takuar. Pra një herë ajo ka parë vetëm dokumentat që ju keni lënë në drejtorinë e shkollës. Dhe si është situata aktualisht, për ta kuptuar më mirë? Çfarë thot mësuesi, çfarë thot drejtoresha? Mësuesi më ka thonë që unë nuk e përballoj dot. Më vjen keq, unë e dua si qunin tim, duhet të arsimohet si gjithë fëmijët e tjerë, por se përballoj dot. Se kam edhe 17 apo se disa ka të tjerë. Se unë nuk mund të rri, se kam qerekor apo gjithë ore kam orën e mësimit. Unë nuk mund të rri me Fatmirë dhe të lejnë 17 tjerët. Edhe ai ka kërkuar që të ketë një mësues ndim. Ndërkohë ju si prind, me sa duket nga rrëfimi juaj, zonja Jetmira, jeni shumë të rregullt. Paktën Fatmiri unë gjithçka po them, e them të vërtetën sepse çuni imi ka të gjitha këto. Jo, ju jeni një prind që përkushtoni, paktën ai nuk ka shkuar asnjëherë pa detyrat. Paktën flasim nga ana e përkushtimit tuaj në familje. Ndërsa nga ana se si e përthith mësimin Fatmiri në klasën e parë dhe vjen, ju nuk shikoni asnjë lloj përmirësimi. Atëherë, gërmat i ka mësuar? Sepse ka vështirësi me komunikimin? Kur nuk i shef, nuk i di. Kur nuk i shikon, nuk i di. Për t'i shkruar? Kur i shef, po. Kur i shef, po. Nëse i thua në A në dras, a i di ta shkruaj që është A-ja, po nuk është si di shkruaj një të gjithë. Ti thua është që shkruaj A, nuk e di që kush është A-ja. Duhet ta shikoj? Ta shikoj, edhe ta marrë gjithë detyrat, duke të treguar shkruajnë për shkruaj me gisht. Se ku është, sepse harën... Për të lexuar në abetare? Ja. Nuk di të bashkoj shkronjat. Nuk di ende në semestrin e parë të bashkoj shkronjat. Me matematikën? Matematikën është më mirë. Është më mirë. Po, kur ja tregon me gishta, e di se çfarë numër është. Veprimet, mbledhjet, zbritjet, veprimet që duhet më shumë me mbledhje di, me zbritje ngatron. Ngatron. Po. Me mbledhje dy. A është i kënaqur mësuesi i Fatmirit në lidhje me zhvillimin e tij? Ato që bën në shtëpi, shumë mirë. Me ato që bën në shtëpi, me ato që bën në klasë? Në klasë nuk bën fare. Gjatë detyrave të kontrollit nuk bën fare. Sa po ta lejnë ai duke shkruajtur ajo sa është garavit librin, po të shikosh librat e Fatmirit janë i ka prish komplet. Skandal. I ka prish. Po mirë, në lidhje me këtë situatë që ju jeni, që në pjesën e shtëpisë ju i përkushtoni se ndoshta është edhe një person me çrregullime dhe mësuesi ju i dha të drejtë në një farë mënyre si prind. Duke qenë se në shtëpi bën mësimet dhe di të mbledhit të zbresi, ndoshta edhe të gërmëzoj. Por në shkollë pse nuk mundet të kryejë atë që bën në shtëpi të paktën? Nuk mundet. Sepse po bëhet e kundërta, atë që duhet bënte në klasë duhet bënte në shtëpi.
Po nga që unë i rri mbi kokë, kurse mësuesi si rri dot mbi kokë. Sa rrinë ta menaxhoj dot. Ta menaxhoj dot. Pra na. Kjo është situata në cilën ne jemi sot, apo jo? Po. Angje? Situatë problematike që kur ka filluar ligji për sa i përket aktivizimit dhe regjistrimit të fëmijëve autik në shkollat normale, pra me gjithë fëmijët e tjerë, unë do të thoja pak për çrregullimin e autizmit, që është një çrregullim i cili ka të bëjë me moszhvillimin e trurit dhe pa aftësinë e foshnjës pra të fëmijës për sa i përket pjesës motorike e të tjera me radhë. Autizmi nga prapambetja mendore ndryshon për shkak se për shembull po të vërtetojmë se një person apo një individ ka prapambetje mendore, kjo bëhet me anë të një testi të koeficientit të inteligjencës. Nëse ky koeficient inteligjencë arrin nën 70%, pra nga që është 100% pikshi i KI-s, pra testit të inteligjencës, ky konsiderohet një person me prapambetje mendore që ka të bëjë në 3 shkallë, të lehtë, të mesme, të moderuar dhe të rëndë. Në rastin konkret, për sa i përket fëmijës, pra Fatmirit, që është 7 vjeç, unë mendoj, edhe pse këtu Kempi ka dhënë një diagnostikim për prapambetje mendore, unë mendoj që fëmia ka spektrin e autizmit, pra ka çrregullimin e autizmit, se në vlerësimet e psikologës që unë lexova të gjitha simptomat e Fatmirit, ka të bëjë me sjellje stereotipike, pra sjellje të përsëritura, kishte të bënte me autoagresion, pra dëmtimin e vetes së tij, ai komunikonte dhe fliste me veten, mos kontakti me sy që është karakteristike e autizmit, kemi të bëjmë më pas që autizmi nuk arrin dot të higjenizohet vet, pra të ketë kujdesin vetjak në mënyrën se si e kanë të gjithë bashkëmoshatarët 7 vjeçar. Angela, po ndjekim pra edhe një lidhje telefonike të drejt për drejt me drejtoreshën e shkollës 9 vjeçare Shaban Shoshori në Prez. Ajo e mbylli numrin e telefonit, ju lutem regjia edhe një herë, nuk ka dashur të jetë në transmetim të drejt për drejt, duke pretenduar se është në një mbledhje në Ministrinë e Arsimit. Nuk e di se sa e vërtet është kjo. Ajo e ka kuptuar arsyen përse televizioni News 24 kërkon ta kontaktoj dhe pretendon se është në një mbledhje dhe mbledhja duhet jetë më e rëndësishme se sa e gjithë problematika që po trajtojmë ditën e sotme. Kemi kërkuar të lidhemi me mësuesin kujdestar, pretendon se ai është në orë të mësimit. Edhe një herë jemi drejt për së drejti, zonja Amide Mesi, drejtorisha e shkollës 9 vjeçare, mbyll telefonin, kuptohet që ajo nuk do të përballet me këta prindër. Do ta diskutojmë edhe këtë gjë, do të bijem vazhdimisht derisa dikush edhe nga Ministria e Arsimit, nëse po më ndjekin, qoftë edhe gazetarët të kontaktojnë me Ministrinë e Arsimit për të folur për situatën e këtij fëmije 7 vjeçar. Po Angela. Po thoja karakteristikat e çrregullimit të autizmit që nuk ka të bëjë me prapambetjen mendore. Megjithatë kjo varet edhe kur Kempi, pra komisioni i Kempit ka dhënë vlerësimi për sa i përket Fatmirit 7 vjeçar. Në simptomat e autizmit që na arrim deri në një diagnostikim, sepse mund të ketë aspektet të autizmit, të spektrit të autizmit, por nuk është autik. Unë mendoj që Fatmiri që në moshën 6 muajsh dhe më pas që ka vijuar në 1 vjeç e gjysmë, i cili ka pasur një spazm trunore duke sjellë tu një paralizë faciale dhe një paralizë motorike fizike, ka të bëjë me një shkëputje të elektricitetit të trurit që sjell problematika të mëvonshme që mund të jetë ose prapambetja mendore ose në spektrin e autizmit. Është neurologu ai që jep një përgjigje të tillë. Nëse kemi të bëjmë me temperaturë të lartë, infeksioni i trurit arrin deri në çrregullimin e autizmit. Atë që unë lexova dhe vije të re më së shumti në vlerësimet e psikologëve në kohë të ndryshme, vije të re hiperaktiviteti, çrregullimi i ADHD-s. Shpeshherë autizmi është një çrregullim që shoqërohet dhe bashkëshoqërohet me diagnoza të tjera dhe një nga diagnozat kryesore që bashkëshoqërohet është çrregullimi i ADHD-s, pra hiperaktiviteti që është e pamundur më pas për të përballuar dhe nga ana e mësuesit. Tani, që të flasim pak për institucionet dhe për mënyrën se si funksionojnë këto institucione, duke futur këtu edhe pjesën e ligjit që fëmijët autik të marrin pjesë në këto klasa. Klasa e parë është një klasë e cila do një vëmendje maksimale nga mësuesi. Mësuesi duhet të jetë i specializuar pikërisht
për të marrë dhe për të marrë me fëmijët të cilët kanë probleme në të nxënit, probleme në sjelljet e tyre dhe aspekte të tjera të sjelljes dhe të menduarit. Pra duhet jetë një mësues specifik për këto. Një mësues i cili ka 30 nxënës në klasë, sikur vetëm njëri prej tyre të jetë autik, krijon një kaos në klasë. Për mënyrën se si menaxhohet mësimi, sepse çdo fëmijë ka nevojë për vëmendjen e vet, jo gjithkush ka një performancë të mirë akademike dhe jo gjithkush e përthith mësimin me një shpjegim që bën mësuesi. Prindrit janë ata që ndihmojnë fëmijët në shtëpi për të ecur në performancën e tyre akademike. Angji, të kërkoj ndjesë sepse kemi ndërhyrjen e televizionit nëpërmjet edhe lidhjeve tona telefonike. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëdita, zotri. Mirëdita, faleminderit. Po, ju dëgjoj. Në alfor, ju uroj për seriozitetin, profesionalizmin, komunën dhe përkushtimin tuaj, në si gazetarën në trajtimin e këtyre probleme shumë delikate dhe etike. Një vasisht, uroj që jemi shumë të shpejtë fëmijët për të në studio, edhe uroj më të mirë për ta, por në të njëjtin kohë, por kërkoj edhe prindërve, edhe prindërve të tjerë që kanë fëmijë në punë të tilla, që trajtimi i tyre në vazhdim të fjalës së psikologit është tepër i vështirë. Është shumë e vështirë të konosh me fëmijë që nuk kanë autik, palo me fëmijë që kanë autik. Prandaj, në çdo moment, me shumë përkushtimshmëri, me shumë të kërkohet edhe ndihma e prindërve për ta mësuar, që bëjnë sa më të mirën për fëmijët e tyre. Ju faleminderit për pranimin ndërhyrjes. Faleminderit edhe juve pikërisht për apelin e drejt për drejt drejtuar në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për ne në studio, por veçanërisht edhe për familjen e Fatmirit. Angela. Po thoja për vështirësinë e mësuesit që ka në mosimdhënien, qoftë me fëmijët normal, qoftë me fëmijët që kanë probleme në të nxënit dhe çrregullime të tjera bashkëshoqëruese. Ministria e Arsimit është ajo që momentin ku vendos se ky ligj duhet të zbatohet, atëherë le të zbatohet me përpikmëri. Le ta mbushi këtë shkollë, qoftë kjo shkollë në qytet dhe qoftë kjo shkollë në fshat, me specialist përkatës, me psikolog, me punonjës social, me terapist të veçantë që kanë të bëjnë pikërisht me aftësitë për të riaftësuar pjesën e të nxënit tek fëmijët autik apo tek fëmijët hiperaktiv. Por jo më kote pyeta nënën e Fatmirit nëse drejtoresha e shkollës dhe mësuesi e kishin marrë pra djenin që po regjistronin një fëmijë me një çrregullim të tillë. Pra, kjo shkollë e ka ditur dhe unë thash edhe një herë, prandaj doja drejtoreshën se kush janë hapat që drejtoresha plani i punës që mund të kemë përgatitur. Ose plani i punës kur thoni dhe ju që mund të jetë përgatitur për këtë fëmijë apo ndihma që ato kanë kërkuar pranë Ministrisë së Arsimit. Më fal, nuk është vetëm fëmia im në atë shkollë, është edhe një tjetër në klasë të dytë. Po të njëjtën diagnozë. Dhe ajo që më bën përshtypje, njëjti problem është edhe me ato. Problematika është mbartur që në moshën 3 vjeçare në Kopësht, të paktën për rastin e Fatmirit, që ka qenë i diskriminuar duke u ndarë nga fëmijët e tjerë. Pra, nuk ka qenë i integruar bashkë me fëmijët e tjerë. Kjo mund të ketë sjellë edhe këtë parapambetje që Fatmiri ka, se familja me sa duket bën një lloj pune. Po? Problematikat e stafit për mënyrën se si funksionon, sjell probleme dhe sjell prapambetje dhe tek fëmia. Prapambetje nuk e kam prapambetje në kuptimin mendor, po e kam prapambetje për riaftësimin e aftësive që ai mund të bënte, mund të përmirësoheshe. Ajo që kuptohet paktën nga fëmijët të cilët janë autik, me diagnozë shoqëruese të ADHD-s, siç është autizmi dhe ADHD-ja, kanë probabilitetin për t'u aftësuar, kanë probabilitetin që të mësojnë fjalë, sepse ato nuk flasin. Pra, kjo është një nga gjërat që prindve u lëndon shumë. Nuk i shprehin shumë mirë emocionet e tyre, për mos thënë që ka raste që nuk i shprehin fare dhe nuk e kupton. Kur është i mërzitur mund të qaj kur është për të qeshur dhe prindri bëhet shumë konfuz. Është e nevojshme që në momentin që zbulohet diagnoza e fëmijës, të riaftësohet prindri për të bërë terapi në shtëpi dhe për të ndjekur planin e punës që vendoset nga psikologu i zhvillimit, nga terapisti që merret posaçërisht me fëmijët që janë autik, të blihen të gjitha lodra dhe të blihen të gjitha gjërat që rekomandohen nga neurologu, nga logopedisti dhe pjesa tjetër nga terapisti që ndjek fëmijën. Bëhet një punë në grup, përgatitet një plan sidomos kur kemi të bëjmë me 2 diagnoza dhe plani i punës çohet jo vetëm në shkollë
shkollë tek mësuesi, përkatësi, lëndëve si që është zotëria në fjanë, dhe të psikologja që është psikologja e shkollës, dhe punot me terapi intensive më veçmas. Kjo përplasje dy diagnozave për cilën e folëm dhe ishim të paqartë, por që ju shpjeguat dhe të falenderoj për këtë gjë, Angji, në bazë të dokumentacionit që ti ke pranë tryezës tënde, do doja të dija, e bën më të vështirë situatën e Fatmirit? Situata e Fatmirit nëse është apo jo e vështirë, kjo mund të arrihet të kuptohet vetëm me anë të vëzhgimit, sepse fëmijët hiperaktiv nuk i kontrollojnë dot lëvizjet e tyre dhe bën një kaos në klasë, në korridore, lëviz dhe është e pamundur për ta mbajtur hiperaktivitetin e tij. Me anë të terapisë, nëse terapia do të ishte efikase dhe të gjithë njerëzit për institucionet ku punojnë të bënin punën e tyre, kjo do të thotë që Fatmiri do kishte përmirësimet e veta dhe do ishte riaftësuar në të nxënin mendor të tij dhe në zhvillimin mendor të tij tani që është në klasë të parë. Pra, me sa kuptova, Angji, duhej që drejtoria e shkollës kur mori njoftimin e regjistrimit të Fatmirit në këtë shkollë, duhet kishte një plan pune. Një plan pune që nuk ekziston të paktën sipas thënieve të familjarëve të Fatmirit, sepse drejtorisha nuk kërkon të prenoncohet. Që s'ka psikolog në shkollë. Nuk ka psikolog fare në prez, ka vetëm në vorë. Vora, do më thënë se prezën e përfshin vora. Ndoshta psikologja e vorës është edhe për prezën, si që ndodhë dhe rëndomt edhe në shkollat nëndvjeçare apo në shkollat e mesme, edhe brenda metropolit kryeqytetit, që një psikologja është në 2-3 shkolla. Duket sikur psikologja ka ardhur vetëm nga ngritja si problem, sepse edhe tek shkolla ku është Fatmiri është edhe një djalë tjetër dhe nuk ka ardhur asnjëherë fare psikologja. Dhe familja tjetër ka të njëjtin problem që ka dhe Fatmiri? Po, mos më keq. Kur thua mos më keq, çfarë do të thotë që është më keq. Më keq. Dhe është më i madh në moshë. Dhe është më i madh në moshë. Ai do të jetë. Megjithatë edhe kjo heshtja e drejtoreshës duke pretenduar që është në një mbledhje në Ministrinë e Arsimit, është lehtësisht e vërtetueshme nëse është në një mbledhje pranë dikasterit përkatës të cilin ajo e pretendon. Megjithatë, unë them që drejtoresha të paktën kur përmendet emri i shkollës që ajo drejton, mund të dalë edhe nga mbledhja në Ministrinë dhe duhet të kemi edhe një reagim të saj apo të paktën të na lër reagimin edhe me mësuesin e klasës së parë ku studion Fatmiri. Nuk e di ditën e sotme, ju e dini dhe oraret, mësuesi në këtë orar duhet jetë në shkollë apo ka mbaruar? Ka mbaruar. Dhe mësuesja pretendon që drejtoresha pretendon që ai është në mësim. Unë do thoja që nuk ka rëndësi për t'i kthyer përgjigje dhe zonjës, nuk ka rëndësi nëse psikologja e vorës shkon në prez për të parë se çfarë bëhet në atë shkollë. Menjëherë të vajtur nuk zgjidh dot asnjë gjë. Nuk kupton problematikën e asnjë lloj gjë dhe menjëherë edhe sikur ajo të merrej posaçërisht me Fatmirin, nuk do zgjidhte gjë dhe nuk do ta përmirësonte, sepse ai ka nevojë për një plan pune për atë trekëndçin që unë përmenda pak më parë. Mësuesja, prindrit dhe vetë shkolla si për mënyrë se si funksionon. Nëse kjo Ministri e Arsimit që jep ligje të tilla nuk e bashkangjit këto me planin e punës dhe me personat specifik, i bie që edhe po cillesh mësuesi kujdestar mirë me Fatmirin, Fatmiri nuk do kishte zhvillimin e duhur dhe nuk do të kishte të nxënit e duhur. Kjo është problematika dhe pikpyetja më e madhe që unë ngre. Megjithatë, ai që më shqetëson më tepër është regresi që Fatmiri ka, duke qenë se ka një lloj progresi në familje dhe kur shkon në shkollë ka një lloj regresi, të paktën sipas të dhënave të familjarëve, sepse mua më duhet edhe pala tjetër për t'i përplasur në këtë studio, por nuk kemi reagimin në Rudim, prandaj mua më duhet ta theksoj disa herë, duke mos pasur reagimin e atyre që kanë në dorë regresin apo progresin e Fatmirit, unë do besoj të ftuarat në këtë studio, se thash edhe një herë që Qendra Komunitare e Integrimit ka dërguar një letër në Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit dhe në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, kam një numër protokolli dhe një datë dhe nuk kam pasur një reagim nga këto dy ministri deri në këtë çaste që familja ka menduar ta bëjë publik në televizionin News 24. Kam një tjetër reagim të një prindi dhe të një fëmijë autik. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirdita. Mirdita, flas nga Berati jam. Problemi është njësoj si zonjës aty. Djali im është 10 vjetë dhe unë që 2 vjetë e gjysmë me kam marrë dhe kam Karvalje është deri në 10 vjetë që djali im sot është njëjti gjë. Kam bërë dhe unë kërkesë tek Ministria e Arsimit, në drejtorinë arsimore këtu kanë vajtur kushe disa herë, me drejtoreshën është e pamundur.
Kur thoni kam të njëjtën problematik, flasim gjithmonë për në shkollë, apo jo? Po në shkollë. Se karvalin e kopshit të qerës, e kam kaluar, e kam hequr atë stres. Fëmia juaj është në klasën e? Në klasë të dytë. Në klasë të dytë në shkollën, le ta themi edhe shkollën 9 vjeçare ku studion? Edhe nuk dua se unë e kam bërë shumë problem, edhe prap unë nuk po eci aty ku duhet. Atëherë nuk më ngelet gjë tjetër vetëm të na ndiqni ditën e sotme, nuk e di ku çdo jetë dhe reagimi i ministrisë. Në qoftë se keni se fjalët e psikologës janë shumë të mira, aty që mund të thuhet, po puna është nuk ecën në atë drejtim që është. Pavarësisht se fjalët janë shumë të mira dhe na bëjnë neve që të kemi sigurajo, po puna është kur vemi në klasë, kur vemi në shkollë, kur drejtoresha për shembull thot atë që nuk kam faj unë se unë kam 400 nxënës dhe ti e shfaj jo se është fëmia yt. Tani si? Pra në shkollën ku studion fëmia yt, i cili vuan nga çrregullimi i autizmit, drejtoresha e shkollës thotë që unë kam 400 nxënës dhe faji është i yti, që ke sjell në jetë një fëmijë autik? Po. A thua se ti si prind e ke dëshiruar që fëmia yt të jetë autik apo e ke në dorë të sjellësh në jetë fëmijë autik? Megjithatë, kjo thënie juaj është tepër e vështirë, të paktën në këtë komunikim që ne po bëjmë, dhe duhet një lloj reagimi edhe nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Zonja aty të ngri zëri dhe ju ta ngrini zëri sa më shumë për këta fëmijë. Patjetër ne ja ku jemi sot me një rast konkret, megjithatë jeni ju e cila të paktën nuk thoni as emrin e shkollës dhe emrin e drejtoreshës. Tek e fundit unë po ja u kërkoj këtë gjë. Okej, emrin e shkollës ta them Mehmet Ali Vrioni. Është në Berat shkolla. Është në Berat, thotë edhe... Jam në qendër të Beratit. Në qendër të Beratit. Jo në fshat, po në qendër dhe psikologe nuk ka. Dhe psikologe nuk ka. Nuk ka. Dhe një që ishte 10, që kishte klasë e parë, një që ishte 10, kishte 5 shkolla. Mund të vinte një në javë. Një në javë të vende. Që unë e kam do gja më të ecur. Nuk më ngelet gjë tjetër vetëm të falenderoj për këtë denoncim, i bashkuam të gjitha rastet bashkë, duke marrë shkas nga kjo e Fatmirit, shumë telefonatat paktën njoftohem në kufje nga gazetarët, teksa prekim një tematik të tillë. Kjo tematik shpesher është bërë pjesë e diskutimeve të emisionit Me Zemër të Hapur dhe jo vetëm, por edhe gjithë televizionet News 24 në për gjitha emisionet sociale që ne kemi. Miqtemi pak publicitet dhe rikthehemi me të tjera komente të specialistëve tonë. Miqtemi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt, siç po e shikoni edhe nga pamjet ofruar nga regjia, vazhdon diskutime edhe gjatë hapësirës publicitare dhe dhënies dhe lançimit të lajmit të fundit, për të kaluar fjalën menjëherë tek avokatja jon zonja Rudina Gjoni në lidhje me situatën ligjore, sepse edhe ajo letër drejtuar 2 ministrive që unë i përmenda më herët, që me datën 6 tetor të vitit të kaluar, ka kaluar pothuajse 4 muaj dhe kjo familje ende nuk ka marrë asnjë lloj përgjigje nga 2 ministrit, një heshtje totale, kërkon atë që tha psikologja Angela Peza pak më parë, shtesën e një mësuesi, duke qenë se në këtë shkollë ka dhe një fëmijë tjetër që me sa duket nuk ka shumë diferencë klase nga Fatmiri, do thot ai është në klasën e dytë, dhe një mësuese specifike për fëmijët autik mund të jetë prezent në këtë shkollë. Ne nuk e dim a ka kërkuar edhe vetë shkolla dhe drejtoria, sepse drejtoresha nuk pretendon të jetë në transmetim të drejt për drejt përballë familjes Fatmiri. Do doja mendimin tënd. Kush është situata ligjore në cilën ndodhem dhe kush është zgjidhja ligjore që mund të japim të paktën privatisht prindrit nuk e di në kanë mundësi apo jo. Po, e qartë. E vision doja njërë të solidarizohesha me komplet prindrit e fëmijëve autik. Është një thirrje që bëj për gjithë prindrit të cilët e vuajnë po aq shumë sa fëmijët e tyre, sepse nuk është e lehtë jesh prindi një fëmijë autik, aq më tepër që autizmi nuk zgjedh stres sociale, nuk zgjedh rac, nuk zgjedh fe, nuk zgjedh komb. Në rastin e drejtorishës dhe denoncimit në shkollën e Beratit, më erdhi shumë keq e dëgjova një gjë të tillë, aq më tepër nga një drejtoresh që vazhdimisht fushat sensibilizuese, autizmi nuk zgjedh. Po, pikërisht, autizmi edhe pak para disa ditësh ishte dita kombëtare e autizmit. Gjithsesi unë doja të thoja këtë që në gjitha rastet e trajtimit specifik të fëmijëve autik, sigurisht ligji ka bërë përmirësimet e tij në kohë, sepse autizmi është, le të themi, sëmundja ose kambana e alarmit në shoqërinë e sotme moderne. Domethënë, le të themi, për autizmi dihet sot, edhe sot në ditët e sotme shumë pak, akoma
akoma pak nga ç'mund të dihet për sëmundjet e tjera. Dhe pikërisht duke u ditur pak janë në një errësirë informative shumë prindër, sado që shumica janë të shkolluar, kanë një farë niveli, marrin kontakte me njerëz specialist, bëjnë një trajtim, një plan pune për fëmijën e tyre specifikisht, por çdo fëmijë autik do një staf, siç e përmendi dhe psikologja, që të jetë fëmijët autik apo familjet e tyre të integrohen në shoqëri. Jo, sigurisht, ligji ka parashikuar dhe është shumë, le të themi, shumë koncis. Fëmijët autik zgjedhin të frekuentojnë shkolla publike. Por çfarë afrohet në shkolla publike? Kjo asnjë shkollë publike, le të themi kështu, nuk mund të marri në patronazh një fëmijë autik duke i vendosur një staf prej të paktën 5 vetash që do një fëmijë autik. Sigurisht shkollat publike, prandaj quhen publike, janë publike për gjithë fëmijët, ku në një klasë ne kemi shkolla dhe me 45 nxënës. Nuk e di sa është bërë së fundmi një strukturim i shkollave, por kemi shkolla ku një psikologe monitoron 5 shkolla, një punonjëse sociale 4-5 kopshte dhe çerde. Të gjitha këto janë pjesë e administratës shtetërore në të cilat sigurisht thash janë bërë përmirësime dhe shpresojmë dhe urojmë që të bëhen përmirësime të tjera në ligj dhe në mënyrën e trajtimit të këtyre fëmijëve autik. Më duket sikur ligjet e kemi shumë të mira dhe gjithmonë flasim që zbatueshmëria lë për të dëshiruar e drejta për t'u arsimuar është një drejt kushtetuese dhe nuk mund t'ja mohojmë asnjë lloj fëmije as në Shqipëri por as edhe në botë. Prandaj do doja të fokusoheshim pak tek ligji mbi arsimin, Rudin. Ligji mbi arsimin thashë parashikon shumë mirë frekuentimin ditor të fëmijëve autik në shkolla publike. Por prindrit e djalit deklarojnë në këtë studio që ka një regres, më tepër progres ka në shtëpi djali se sa në shkollë. E qartë, duhet dhe mësuesi justifikohet me faktin që kam edhe 17 fëmijë të tjerë dhe nuk mund të merrem specifikisht vetëm me trajtimin që mund t'i bëhet në një shkollë publike nuk është njësoj në qendrat private ose në qendrat të cilat zonja jam e sigurt dhe shumë prindër të tjerë e kanë të pamundur t'i frekuentojnë për shkak të kostos së lartë ditore që ka një qendër e tillë ku përgjithësisht të vërtetës progresi është më i dukshëm dhe sigurisht punohet me një fëmijë me 5 veta personel dhe staf të specializuar ku burimet njerëzore janë në dispozicion të fëmijës, kurse një mësues i vetëm kujdestar që të menaxhojë tërë mësimdhënie dhe sigurisht pjesë e mësimdhënies mbetet nga fëmia autik, nuk mund t'i vihet faj mësuesit nëse nuk e shpjegon, nuk jep, nuk merr. Sigurisht marrëdhënia mësues-nxënës është një marrëdhënie. Mësuesi aktual mund të bënte orë shtesë, Rudin? Me fëmijën? Sinqerisht, Evis, unë kujtoj diçka nga fëmiria ime, ku nxënësit më të dobët në çdo klasë, kur ishin këto klasat fillore, mbaheshin dhe punoi dikur me mësuesit shtesë, me fëmijët problematik shtesë, ata që e kishin më të pakët mësimdhënien, ata që nuk shkruanin mirë, ata që ishin ndoshta dhe me probleme autizmi, por që në ato vite nuk ishin të diagnostikuar. Unë mbaj mend zyshën time të klasës së parë që gjithmonë i mbante shtesë nxënësit, nuk e di më ka orë shtesë, për këtë nuk di të them dhe nuk e di a parashikon ligji orë shtesë. Megjithatë jemi edhe tek pjesa e diskriminimit të mbartur që nga kopshti, të paktën mësuesi aktual në cilën studion në klasën e parë Fatmirit deklaron Rudin që del nga ora e mësimit, ai nuk mba ka asnjë lloj përgjegjësie, ri korridoreve, shkon te klasa e vllajt më të madh, madje del edhe në rrugë, është bërë pjesë e rrugës tashmë dhe madje dhe incidenteve që kanë ndodhur dhe ka shqetësuar edhe stafin mësimor në këtë shkollë. Do doja një koment, që ky mësues nuk mba ka asnjë lloj përgjegjësie. Fëmia është në tutelën e prindrit për orët që qëndron në familje dhe sigurisht është përgjegjësi e shkollës në momentet kur fëmia shkon në orarin zyrtar të frekuentimit të shkollës. Problemi me fëmijët autik e visi, siç po e them, po e theksoj dhe kanë theksuar, le të themi, gjithë mediat, është bërë goxha propagandë në mediat edhe shqiptare, po edhe botërore, autizmi është kompleks. Thash, autizmi nuk trajtohet nga 40 minuta një orë mësimi, nuk mund të pretendoj edhe prindi që në 40 minuta një orë normale mësimi, fëmia të marri ose mësimdhënia nga fëmia autik të jetë 100% sa që është nga fëmijët e tjerë. Biles ka fëmijë jo autik dhe prapë mësimdhënien e kanë Kanë kaluar 4 muaj nga ajo shkresë zyrtare dhe ku rregulli dhe ligji thotë të parashikuar deri në 3 muaj brenda 30 ditëve duhet të ishte kthyer një përgjigje. Një përgjigje negative ose pozitive
pozitive, një përgjigje që merr zgjidhje ky problem që kanë ngritur, sepse prindi ka ngritur problem, dua një mësuese shtesë. Sigurisht Ministria e Arsimit dhe Ministrisë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë duhet të kishte kthyer një përgjigje qoftë negative, qoftë pozitive, gjithsesi një përgjigje prindi gjithmonë e do, aq më tepër kur bëhet fjalë për gjë më të shtrenjtë për fëmijën. Besoj këtu është më problemi shumë më i mpret dhe më kompleks dhe më aq më tepër që sot kemi dhe heshtje në institucionet ku studion në shkollës 9-vjeçare, as nga mësuesi, as nga drejtoresha. Aq më keq që unë do doja shumë një përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, një përfaqësues dhe të drejtorisë rajonale Stafi po punon në të njëjtën kohë për të pasur dikë nga Ministria e Arsimit për të na dhënë një përgjigje konkrete live drejt për drejt në këtë studio. Gjithsesi zëri i prindërve ose komuniteti askush nuk po përgjigjet nga ana tjetër e telefonit. Të fëmijëve autik sigurisht ka një organizim, unë kujtoj edhe librin që ka bërë profesor Tupja, domethënë të gjitha këto janë komplekse, të gjitha këto nuk ndryshojnë për një ditë e visi. Autizmi është një sëmundje re që ka në Shqipëri. Por mbase edhe zëri i prindit apo edhe prindërve të tjerë se njoftohem që kam shumë telefonata. Reagim të prindërve të fëmijët autik janë kaq të shpeshtë dhe i gjejmë kaq midis familjeve tona dhe autizmi nuk zgjedh dhe nuk duhet paragjykuar kur një fëmijë autik. Domethënë, sinqerisht unë kur e pash dhe në foto fëmijën, një fëmijë Pushteti dhe shoqëria flet për integrimin dhe sensibilizimin e familjeve të këtyre personave për të integruar fëmijët e tyre dhe janë vetë familjet që duan të integrojnë, dhe nga ana tjetër kemi përsëri shtetin dhe Ministrinë e Arsimit në këtë rast dhe shkollën 9-vjeçare që nuk reagon, atëherë mua më vjen keq. Duhet të ndërmerren nisma për qendra të specializuara për fëmijët autik. Nëse janë deri më sot disa qendra të kushtueshme private, duhet të ketë edhe qendra publike ku të gjithë shtresat në nevojë të kenë përkrajen dhe integrimin dhe të gjitha këto që duhet që ligji. Për ta përfunduar, lutem. E vijuar komentin e avokatës, absolutisht që ka qendra organizata jo fitimprurse ku kujdesen për mbajvartjen dhe për të nxënjet e fëmijëve me spektrin e autizmit. Unë do të thoja edhe një koment të shkurtër për sa i përket telefonatës së zonjës që morëm këtu në studio, drejtoresha e cila i drejtohet një prindri dhe i thotë që ti e ke fajin që ke sjellë në jetë një fëmijë autik. Zonjë, është mirë që të sensibilizohemi me sindromën e autizmit. Nëse fëmija juaj nesër do haset pikërisht me një fëmijë autik në dyqan, në autobus, në shkollë, në komunitet dhe të di si të reagoj dhe të sillet pikërisht me këtë. Mund të jetë edhe një nipi i saj nesër, sepse avokatja e tha që autizmi nuk zgjedh, por statistikat janë 1 në 6 fëmijë është autik, është me spektrin e autizmit. I diagnostikuar ose jo? I diagnostikuar ose jo me autizëm. Do thoja dhe një këshill dhe një sugjerim për ju, duke bashkangjitur edhe me zonjushën Behare, e cila studion si punonjëse sociale, e urojmë suksese në këtë rrugtimin e saj. Do thoja që ju vetë interesohuni për sa i përket unikaliteti që karakterizon autizmin tek fëmia juaj dhe hiperaktiviteti. Mund të informojeni me anë të internetit, mund të informojeni me anë të librave të shumëllojshëm që ka. Klikoni video në YouTube duke gjetur si të reagojmë me fëmijët autik, si reagon fëmija jon pikërisht me këtë lloj terapie apo me këtë llojin e terapisë që fëmija mësohet, dhe kjo këshill shkon edhe për fëmijët autik që kanë nënat e tyre të cilat janë të interesuara për të ndjekur. Pikërisht ato metodë që fëmija juaj e kap më mirë dhe adaptohet më mirë, komunikoni me mësuesi përkatës për t'ia thënë atij dhe për ta aplikuar ai në procesin e mësimdhënies. Ashtu si i jep sugjerime pikërisht familjarëve të Fatmirit, besoj se këtë sugjerim duhet ta marrë edhe mësuesi i Fatmirit për të klikuar në YouTube dhe për të parë pikërisht këto veprime që ju sapo deklaruat, Amxhi. Apo jo, edhe mësuesi mund të bëjë një punë më specifike vet, duke ditur që ka një fëmijë në klasën e tij. Ja, më thoshte pikërisht. Mësuesit zakonisht trajnohen pikërisht dhe është Ministria e Arsimit apo janë ato në mënyrë individuale që trajtohen dhe trajnohen për specifika të tilla. Nëse punojnë në shkollë apo në klasa të cilët kanë fëmijë me probleme të sjellur dhe kanë fëmijë në probleme të nxënit me prapambetjen e zhvillimit të trurit. Të falenderoj, nuk e di nëse edhe regjia gazetare të emisionit Me Zemër të Hapur mund të më konfirmojnë, sepse ka pasur shumë telefonata, nëse kemi një të tillë.
Atër, për momentin nuk ka, por që ka pasur reagime të prindërve të fëmijëve autik. Jetë mira, mua më vjen keq që nuk patëm një reagim nga shkolla, duke pretenduar drejtoresha e shkollës, por të premtoj publikisht që ne këtij rasti do t'i shkojmë deri në fund duke shqetësuar jo vetëm drejtoreshën, jo vetëm Ministrinë e Arsimit, por t'i japim një zgjidhje kësaj çështje. Nuk marr dot përsipër zgjidhjen, sepse nuk është në dorën time është vetëm fjala, zhvillimi i këtij emisioni dhe përplasja dhe ballafaqimi që unë do të bëja në këtë studio me drejtoreshën dhe me mësuesin përkatës. Por ju keni deklaruar që ora e mësimit ka mbaruar në orën 11:30, ndërkohë që drejtoresha e shkollës për gazetaren Odeta Dume ka thënë nuk mund të jap dot numrin e mësuesit kujdestar të Fatmirit sepse ai është në proces mësimor kur ora ishte 12:50. Pra, unë nuk e di se kush gënjen në këtë rast, megjithatë kjo drejtoresh të paktën ne do t'i drejtojmë Ministrisë së Arsimit dhe do marri edhe vërejtjet përkatëse për sa i përket edhe pretendimeve të saj që në këtë transmetim të sotëm ajo ka qenë në një mbledhje pranë kësaj ministrie dhe unë nuk e di kush është më e rëndësishmja. Mbledhja që ajo po bën në Ministrinë e Arsimit apo problematika që ne po shtrojmë ditën e sotme nga një ankesë që vjen nga një prind me nevoja specifike që ka fëmia. Po Bare. Atëherë, unë do të thoja të diçka publike këtu, që në qoftë se nuk zgjidhet çështja, unë para se të vija këtu, dërgova letrën përsëri dhe u thash që nëse nuk do të zgjidhet çështja do ta bëja publike. Ja ku arrita ta bëja publike, tani nuk do rrugtojmë bashkë. Më premton që do rrugtojmë bashkë. Nuk ma ka mbetur gjë tjetër vetë që të mbledh të gjithë komunitetin e Prezës dhe të bëj protest nëse nuk zgjidhet çështja. Prandaj të gjithë Ministrisë së Arsimit i bëj thirrje. Po ndjek hapa qytetar dhe demokratik, fillimisht duke bërë publike, më pas nga kjo studio del edhe një premtim i joti për Ministrinë e Arsimit, dikush nëse po ndjek që komuniteti i Prezës shumë shpejt do dalin në një protestë për sa i përket jo vetëm Fatmirit, por edhe fëmijës tjetër. Po, nuk do zhvillohet mësim në atë shkollë, po nuk u zgjidh çështja. Unë të falenderoj për prezencën në këtë studio, do rrugtojmë së bashku, do jemi vazhdimisht në kontakt, jo vetëm për ta çuar deri në fund të zgjidhjen e këtij problemi, por edhe për të njohur teleshikuesit që na kanë kushtuar vëmendje të veçantë dhe ka pasur një reagim telefonik, njoftohem ditën e sotme nga prindër, të cilët vuajnë të njëjtat pasoja. Faleminderit që zgjodhët pikërisht këtë studio. Miqtë mi, ju falenderoj dhe ju për vëmendjen që na kushtuat ditën e sotme, veçanërisht me problematikën që ne kemi trajtuar ditën e sotme dhe ka pasur reagime të cilat ne mund të ndjekim së bashku duke dhënë sugjerimet tuaja mbi tema të tilla edhe në faqen tonë të Facebookut, emisioni me zemër të hapur. Bashkë takohemi nesër në mesditë duke ju uruar të gjithë juve një mbasditë të këndshme.